bujqësore, si tërshëra, gruri dhe elbi, ndërsa paralelisht po zhvillohet edhe korja e Jonxhës. Punimet në ara janë në kulmin e tyre dhe fermerët po përpiqen të përfitojnë maksimalisht nga kushtet e favorshme të sezonit. Kemi 2-3 ditë, kemi filluar me korje, me shirjen e tërshërave, grurit, elbit, dritrat e thata me paklafe. Edhe njëkohësisht merremi edhe me korjen e Jonxhave, kosa e dytë, kosa e tretë, edhe kemi filluar edhe para një jave me vaditjen e misrit. Koha der dje që kishte rreshje shiu që shumë thellësire madhe, kishim shumë të nevojshme. Na bëri domethënë na ndihmoi shumë. Sipas fermerëve, prodhimi i këtij viti ka qenë i mbar, fal kushteve të favorshme dhe punës së bërë gjatë sezonit. Ata shprehen se çmimet janë më të mira se vitin e kaluar dhe se tregu për shitjen e prodhimit është i siguruar, duke garantuar të ardhura më të mira. Prodhimi deri diku në rregull. Jo i keq. Po këtu në zonën tonë nuk mbillen më, edhe këto që korren sot janë tërshëra edhe i mbjellin blektorët për kullot dimrit dhe i ruajnë tani në muajin prill për të fituar farën për vjeshtën që vjen. Pjesa e tregtisë deri diku është e siguruar. Për momentin këto drithra që shiren janë për përdorim vetjak. Shumë pak grur ka pas zona tonë dhe ajo gjithashtu për përdorim vetjak. Unë që mbjell për tregti deri diku e kam të siguruar. Për punën e çmimit nga viti që kaloi është goxha më mirë. Me që di unë deri për momentin flitet i grurit 350 lekë. Nuk është asgjë e sigurt akoma, por në krahasim me vjet ka qenë 260-270 lekë. Teksa sezoni i korjeve vijon, fermerët e Lunxhërisë mbeten të përkushtuar në punën e tyre, me synimi për të përmbyllur me sukses një tjetër vit bujqësor. Ata shpresojnë që tradita e punës në tokë të vazhdojë të mbetet një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik të zonës.